Klubi korean Yugor Gwangju është përfshirë në një çështje serioze disiplinore me organizatën më të lartë të futbollit botëror FIFA, për shkak të mos respektimit të rregullave që lidhen me kontributin e solidaritetit, një mekanizëm që synon të shpërblej klubet e para që kanë formuar lojtarë profesionistë. Sipas Korean Football News, më 17 dhjetor 2024, FIFA vendosi të bllokojë Gwangju merkatun e transferimeve pasi klubi nuk kishte paguar deturimet financiare të parashikuara për kontributin e solidaritetit në lidhje me transferimin e Yasir Hasanit, lojtarit të kombëtares shqiptare. Sipas rregullave të FIFA-s, kur një lojtar profesionist transferohet në një klub të një tjetër para përfundimit të kontratës, 5% e tarifës së transferimit u shpërndahet klubeve që kanë kontribuar në zhvillimin e lojtarit në moshën 12 deri 23 vjeç. Kjo ka për qëllim të shpërblejë akademitë të futbollit për punën që bëjnë me talentet e reja. Në rastin e Yasir Hasanit, disa klube që kanë formuar atë si Vardari apo një sezon Partizani B kishin të drejtën për një shpërblim, por Gwangju nuk e përmbushi këtë detyrim, çka solli ndëshkimin nga FIFA. Pavarësisht se ndalimi ishte ende në fuqi, ekipi i Hasanit kapimisht të regjistrojë një lojtar të ri në skuadër, gjë që përbënte shkelje të drejtpërdrejtë të vendimit të FIFA-s. Në përgjigje, Federata e Futbollit të Koreas zhvilloi një hetim të brendshëm dhe doli me përfundimin se shkelja nuk ishte e qëllimshme. Sipas Federatës, kishte mungesë të qartësisë në komunikim mes palëve dhe klubi nuk ishte plotësisht në dieni të pasojave të veprimeve të tij. Duke marrë parasysh rrethanat dhe për të ruajtur stabilitetin e kampionatit korean, Federata vendosi që të mos anulohen rezultatet e ndeshjeve ku ka luajtur lojtari e regjistruar në mënyrë të palishme dhe nuk do të aplikohen masa shtesë ndëshkuese, siç janë zbritjet e pikëve apo përjashtimet. Kjo lëvizje u pasi një vendim që përpiqet të balancojë respektimin e rregullave ndërkombëtare me ruajtjen e ekuilibrit sportiv në ligën vendase. Pavarësisht se nuk ka pasur asnjë shkelje nga ana e tij, Yasir Hasani, sulmuesi ansori kombëtares shqiptare, është përmendur në dokumentacionin e FIFA-s si lojtari për të cilin u shkaktua shkelja. Dhe u transferua tek Gwangju në fillim të vitit 2023 dhe pati një ndikim të madh në performancën e skuadrës në kampionat. Hasani është një nga lojtarët më të spikatur të kombëtares shqiptare në 3 vitet e fundit dhe ka fituar popularitet të madh në Korenë e Jugut për stilin e tij të shpejtë dhe golat nga distanca me këmbën e majt. Megjithatë, rasti në fjalë tregon se edhe transferimet që përfshin lojtarë të nivelit të lartë mund të kenë pasoja kur nuk respektohen të gjitha detajet ligjore dhe financiare.